partitë politike në fakt e ka nisur realisht fushatën parazgjedhore, fatkeqësisht te ne në Kosovë fushata zat përgjithmonë dhe në vend se të kemi një qasje qeverisëse, një qasje zhvillimore, partitë politike të cilat e marrin pushtetin vazhdojnë për 3 vjet apo 4 vjet apo sa gjatë mandati qeverisës që të vazhdojnë të bëjnë fushat, domethënë nuk mendojnë aq shumë, nuk mërziten aq shumë për zhvillimin, për projektet zhvillimore, por më shumë mendojnë se si do t'jenë dhe si do t'dalin në zgjedhjet e ardhshme. Nuk ka ndryshuar asgjë, ne jemi në fushat praktikisht tashe më shumë se një vit, kur ka nisur fushata e zgjedhjeve të kaluara dhe për gjatë 11 muajsh pothuajse që kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit nacionale në Kosovë, ne kemi vazhduar të jemi në fushat, jo vetëm në zgjedhjet nacionale që i patëm, por përgjithsisht ka qenë një farë fushate, një farë bërje fushate, edhe tentimi përpjekja partive politike, gjoja përpjekja për t'i krijuar institucione të cilat nuk o ban asnjëherë nga zgjedhjet e nënshkurtit dhe rrjedhimisht kemi pasur ditët e fundit një fushat apo parafushat, siç e thoni ju, me të drejtë një parafushat të hershme, e cila është manifestuar me tiparet normale të një fushate të zakonshme, normale, ndonse me që bëhet fjalë për zgjedhje të jashtëzakonshme, fushata e rregullt si vjet nis sot, ndërkohë që të paktën lëvizja vetëvendose dhe Lidhja Demokratike e Kosovës zyrtarisht fushatat e tyre i ka nisur mbrëm duke prezantuar kandidatët për deputet. A fiton realisht gjatë fushatës programi apo propaganda, cila edhe dominon më shumë? Disa nga partitë politike kanë pas prezantuar në zgjedhjet e kaluara programet e tyre qeverisëse dhe mirë po nuk është se u është kthyer në vot, nuk është përblyer me vot programi, nuk e di nëse kanë arritur ta plasojnë, ta shpjegojnë në mënyrën e duhur apo jo, nëse ka arritur ai program të shkojë në mënyrën e duhur në veshin dhe në mendjen e votuesve potencial. Unë mendoj që Kosova ka një votues mjaft të emancipuar, i cili ditë të shkojë qeverisjet të cilat nuk i përmbushin pritjet e tyre dhe nuk i përmbushin premtimet vetanake, mirë po ende si të ne si në gjithë botën ashtu edhe të ne propaganda sigurisht që është mbizotruese për t'i bindur njerëzit për të votuar dhe kështu po ndodh edhe te ne.